Në nënshkrimeve përderisa përmendët edhe a ka pas ndonjë parti që PDK-ja apo PDK-ja që ju ka përshkruar dhe juve si parti nënshkrimet e juja për perspektivën e një seance të tillë, cilën ju sa për fat? Ne i kemi njoftuar si grup parlamentar të dy grupet parlamentare. Ne nuk kemi garë mes vetit. Aleanca nuk ka garë në mes të PDK-s dhe LDK-s. Aleanca ka shqetësim të ngjajshëm të njëjtë siç e kanë partitë tjera opozitare. Për shkak se shqetësimi i tyre ka qenë publik. Sapo e dëgjuam sekretarin e përgjithshëm të PDK-s, më herët sapo e lexuam deklaratën e Lidhjes Demokratike të Kosovës që kërkon konstruimin e kuvendit sonte. Ne veç kërkojmë veprimin. Dhe si grup parlamentar ne kemi bërë pjesën dhe këtë do të adresojmë, do ta shtyjmë përpara që në ora 10:30 sonte të ndodhin sonte. Nëse veç nuk mundeni me mbledh nënshkrimet për sonte me mbledh një seancë, me që shkelje kushtetuese, thirrja një seance jashtë afatit kushtetuese planifikon e fatë me që në gjykatë kushtetuese këtë shkelje dhe një interpretim për pasojat e konstituimit mund që një kuvendi pas afatit kushtetuese. Ne jemi të folë për sonte. Ne jemi këtu si deputet të zgjedhur, kemë prit deri mas konferencave për media që të ndodhë sonte zhbllokimi respektivisht konstruimi që është obligim kushtetues. Dhe ne nuk guxojmë të ikum këtij akti. Çfarë do veprimi pas këtij akti është veprim i cili duhet analizohet prej perspektivës kushtetuese, por njëkohësisht edhe politike. A e kuptoni që dje i gjithë populli i Kosovës e ka prit, pasi i kohë të gjatë, një veprim përgjithshëm institucional në mënyrë që me ndodhë përshkrimi i kuvendit. Nuk ka ndodhur asgjë. Vlerët, takimet, pozicionet u mbajtën në pasdite. Kjo çështje është çështje e cila nuk guxojmë shumë ka ndodhur veprimi. Dhe ne si grup e kemi bërë këtë veprim se mendojmë që ne jemi të folë sonte për seancën tonë. Nesër është çështje tjetër. Por ne për nesër jemi të folë për afatet e skatura kushtetuese. Çështja jonë do të jetë tjetër. Ne po flasim për sonte, e pas një seancë, do të diskutojmë edhe me nuk në pjesë në seancën e jashtëzakonshme, duke ditë që opozita nuk i ka numrat për me vazhdu me konstituimin.